Mbjellja e pemëve është një investim i rëndësishëm për mjedisin dhe për cilësinë e jetës. Nisur nga kjo, shumë bashki të vendit e kthye në PR efikas, shpesh duke përdorur edhe figurat publike. Por në bashkinë Rogozhin duket sikur ky koncept është marrë pak ndryshe, sepse brenda zyrave të saj është rritur një tjetër lloj peme, tepër e veçantë. Pema familjare e kryetarit Edison Memolla, i cili ka futur në pozicionet kyçe të bashkisë të gjithë kushërinë e miqtë e afërt të tij. Përshëndetje gjithëve. Para se t'ju tregojmë se ç'lidhje ka kryetari me secilin prej personave që kemi skeduar, duam t'ju rikujtojmë se Memolla është zgjedhur për herë të parë si kryetar bashkie në zgjedhjet e pjesshme të vitit 2022. Ndërsa mandatin e dytë e mori në 2023. Por pas fitores, kryetarit do të nisnin problemet me drejtsinë, sepse do të akuzohej për krim zgjedhor. Në nëntor të 2024-s u provua se kishte kryer veprën penale korrupsion aktiv në zgjedhje, e si pasojë u dënua me 1 vit burg dhe i ndalua ushtrimi i funksioneve publike për një periudhë 5 vjeçare. Sipas trupit gjykues, Memolla kishte ndërhyrë pranë OSHE që të mos u ndërpritej energjia elektrike debitorëve me qëllim që ata ta votonin në zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 marsit 2022. Por, me një lëvizje të zgjuar, avokatët e tij e apeluan vendimin, duke i dhënë oksigjen Memollës, i cili në pritje të procesit vazhdon të kryesojë Rogozhinën. Por, pavarësisht këtyre problemeve, që e rrezikojnë jo vetëm karrierën, por edhe lirinë, kryetari duket se nuk ka asnjë dëshirë të operojë bazuar në ligj. Sepse, siç ju treguam edhe më sipër, ai ka përdorur pozicionin e tij për të punësuar familjar të afërm dhe krushi. Thënë shkurt, në bashkinë Rogozhin, në vend të konkursit, mjafton mbiemri dhe misia. Por më mirë, le të listojmë këto personazhe të pemës Memolla. Në postin e këshilltares është emëruar vajza e Xhaxhait Erinda Memolla. E kush më mirë se ajo do ta këshillonte të parin e qytetit. Si kalove, si jeti? Jete bashkia? Jo, nuk jam, po... A jeti posa Xhaxhit apo jo? Se kështu më tha. Po, unë jam. Por, për te raportit nepotik, Erinda duket se nuk e ka shumë qejf të opozicion, pasi sipas punonjësve, ajo nuk shfaqet asnjëherë në këtë bashki, qoftë edhe për një kafe të shkurtër. Të pyes për diçka? Erinda Memolla? Erinda Memolla. Rinda nuk është këtu për momentin, se ajo rrin Tiranë. Më që në telefon. Të vi pasja 2 orësh, ndërsa vjen? Nuk e di tani do kaloj apo jo, se nuk është se kalon. Kupton doja ashtu delegoj po. Edhe pas orës 12 kod vjen, no? Nuk bëj film një, po nuk e besoj. Por nesër vjen. Nuk besoj, mos kaloj po tonë di që ajo nuk vjen, kupton? Patjetër që e kuptojmë, fundja, këshillat jepen edhe me telefon. Por Erinda ka edhe një bashkëshort që quhet Andi Proshka. Dhe me që gruaja këshillon, burri çfarë mund bëj? Nën kryetarin ndoshta. Sepse vetëm kështu bashkia lihet në duart të sigurta të familjes Proshka nëse mungon kryetari. Ndërkohë, postin e besueshëm të sekretares dhe përgjegjëses së protokollit e zotron Xhulia Kalemi, e cila është kushërira e kryetarit, ndërsa vëllait të saj, Renato Kalemit, i është besuar pozicioni punonjës shërbimesh. Në fakt, Renato ka vetëm emrin në listë, pasi as ai nuk paraqitet kurrë në punë. Dhe për këtë pyetëm direkt në zyrën e punës së fisit Memolla. Renato Kalemi ku është? Së ashtu? Pa jeton Tiranë. Jeton Tiranë. Shërisi nuk ndihmoj se unë njoh Renatën, për ne të fjalë çishtu arsyet. Nuk kanë pojë fare, nuk kanë fare. E po, faret mos vija saj. Kemi të tjerë në listën tonë që e mbulojnë me prezencë. Në postin e magazinierit të drejtorisë së shërbimeve është Mariglen Memolla, djali i Xhaxhait të kryetarit, ndërsa kushëriri të dytë, Gëzi Memollës, i është besuar pozicioni skrepistit. Të dy këta janë korrekt. Dalin në punë, njërin magazin e tjetrin skrep. Postin e drejtorit të arsimit, sportit dhe kulturës ja ka dhuruar Orges Toskut, kunati të Xhaxhait. Në pozicionin e drejtorit të financës është vendosur Rezard Vogli, i cili bie krushime kryetarin, ndërsa bashkëshortja e tij, Raimonda Vogli, është përgjegjëse tek qendra kulturore e bashkisë. Blerina Methasani Memolla, bashkëshortja e djalit të Xhaxhait të kryetarit, është caktuar në pozicionin e përgjegjëses së financës. Fadil Halitin, djalin e Hallës, e ka bërë shofer. Këtu i japim të drejtë. Bisedat që bën në makinë një kryetar bashkie nuk janë për t'ju besuar gjithkujt. Tani, pas Renatos dhe Erindës, kalojmë tek një tjetër fenomen që nuk paraqitet asnjë ditë vetme në punë, pavarësisht se paguhet rregullisht nga taksat e qytetarëve të Rogozhinës. Ky zotri quhet Harun Murani, pensionist dhe njëkohësisht
specialisti i shërbimit social në letra. Harunin do jap ti. Në momentin s'është atë. S'është kur vjen. Do të kemi të gjallë, pa ke numër të telefonit. A faktikisht kur mos e viskaj se e kam me Harunin. Qoftë do ta takosh direkt Harunin, mua të mbus drejt te rruga e spitalit. Aty ku Harunin e gjen në një tjetër detyrë, më të rëndësishme se punët e bashkisë. Ora shënon 12:49 minuta dhe duke qenë se jemi brenda orarit zyrtar, zoti Murani duhet të ishte në bashkim, por me sa duket ai ka zgjedhur ose ka preferuar të survejojë biznesin e tij frutaperime duke pirë kafe nga lokali. Është darë. 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 Është darë e shkëlqyer. Është më e modën është të shkëlqyer. Një minutë. Po provoja modën se çka ti ta mosh me lek. Është shkëlqyer. Edhe një. 3. Pa ja bëjnë ta i mollës. Faleminderit dhe ju për. Zoti Murani vërtet se bën punën që i ka saktuar kryetari, ama për bujarin s'ke që thua. Ditë e martë, ora 9, dhe zoti Murani e gjejmë sërish te biznesi i tij, me sa duket nuk është i kënaqur me pozicionin që i ka dhënë kryetari i bashkisë. Si e kalon? Me api kile dardha, i mora dhe javën e kalumi kishe shumë mira. Por rushet sa ke kile? Jo që është me tim, është pa farë. Pa farë, është e fort, ha? Është shkëlqyer. Është e qartë, të gjitha postet që përmendëm janë qoka të kryetarit, në rastin më të mirë me konkurse fiktive kur bëhet fjalë për në punës civil ose as pak në bazë të aftësive individuale për stafin e ngushtë të Memollës. Dhe këtë, me sa duket e di, i madh dhe i vogël në qytet. Ata din bufe, që ke elektrikut, jema di. Që kush është elektriku? Kushoj një dita. E din gjithë qytetarët? Po që nuk e di, e ne gëzëven, sa ime rrugëzhin e. Andi Proshka është nën kryetari. Nën kryetare. A është burri i gocës Xhaxhit? Po. E rindës? Po. Mariglen Memolla, magazinieri, a e ka djalë Xhaxhi kryetari? Po, e di vetet janë në mos diskuto fare. A pa dil Haliti, djali Hallës. Po, ata është në luftë. Shoferi. Shoferi. Jetë pa fizikë po. E atë ti them unë. Giulia Kalemi, Renato Kalemi. Kushërini, njihni këto? Ta njoh kushtet e mi. Çfarë kanë kryetarin këta? Ata kanë si daj, kushej, i kanë pa Kushëri. mamën kushej gjyshit. Harun Muranin, këtë zotrin që shet. I shketo, se që aty. Pension ka dalë rrugë tjetër aty shtet. Unë më ka rros dora. Çfarë mbi emri këti? Kalem. Po shko pra ndryshoje tani bëjmë Memolla. Në ta dashoj, do shoh po. Nuk do shoh. Të gjithë njerëz. Kaq pak persona me shkollë e të zot në punë, të ketë Rogozhina, sa që i pari vendit të qeverisë bashkë me Fise Krushi? Zoti Memolla, jam shumë kurioze të di në bashkinë tuaj si punësohen punonjësit, me CV apo me certifikat familjare? Me CV. Me CV? Me Kam një listë ku keni punësuar të gjithë fisin tuaj, që nga këshilltarja, që është goca Xhaxhit, Andi Proshka, nën kryetar, burri i rindës, se doni kështu në bos. magazinieri, shoferi, drejtor finance, drejtor arsimi. Se doni të japi përgjigje si duhet. Po them po të mbaroj dhe ulit. Përgjigja ishte që punësohen me CV apo jo? Po normalisht. Me konkurs? Aty është me konkurs normal. Kush për shembull? Po tani thash. Andi Proshka, Merr tash. Erinda Memolla, Mariglen Memolla, Giulia Kalemi, Orges Tosku, Gëzim Memolla, si janë punësuar Do këta? thotë se me molla do thotë është fisi më dhe ngjinjerëzit e mirë. të arrish deri aty, sa të mohosh edhe fisin tënd. Fisi juaj janë sepse janë djalë Xhaxhai, Kushërin, Mund tini Miq, pa jashtë Krushi. lodhem ra. Tani nëse Mendoj që kjo pyetje është shumë e rëndësishme, sepse keni thyer ligjin, ky është nepotizëm i hapur, ju mund të punsonit persona të pavarur profesional në bashki, atëherë, a e keni ju Erinda Memollën Goxhaxhi? Zoti kryetar të lutem. Tani dini pra. A e keni, mos më shty, a e keni Erinda Memollën Goxhaxhi? Në shtetit ka thyer ligjet në. Më fal, ligjin e keni thyer ju me punësimet që keni bërë. Dhe kjo nuk është as pak e drejtë që ju të talleni me besimin e publikut dhe të përfitoni nga posti juaj. Dini pak nga zyra dhe ju presim në mirësi. Tani mos bëjmë skena. Jeni zë ngusht? Unë zë ngusht. Më duket se jeni, mos më shty se nuk është fare e hishme. Jo, jo, kjo nuk është fare e hishme, se ne kemi ardhur për interesin publik, të informohemi. Po themi që do të jep përgjigje. Në rregull. Po mos ma me listën qetëso. Kryetari duket shumë i irrituar, pa pranuar të na jap asnjë sqarim, por pak çaste më vonë, tonet zbuten dhe biseda bëhet më e shtruar. Erindën, a e keti Goxhaxhi deri nda nuk vjen fare në punë? Si nuk vjen. Nuk vjen sepse e kanë faktuar. Ishe këtë. Zoti Memolla dëgjoj. Nuk pritet me mirësjellje. Edhe ne me mirësjellje po e pyesim kryetarin. Problemi është se nuk i pëlqejnë pyetjet. Është drejt i fusësh të gjithë njerëzit e tu në punë fis? Jo, s'është atë. Po pse i ke futur atë? Kam futur mos si do. Po si nuk i ke futur të gjithë këto? Atëherë, Giulia Kalemi, Renato Kalemi. Nuk e keni ju kushërir Giulia? Jo. Mohoni kushëririn tuaj? Se ke fare as Giulia as Renato? Orges Tosku, nuk e keni asgjë Gëzim Memollën. Fadi Halitin. Asgjë. Fadi Halitin nuk e keni shumë hallë? Po tani
Po pra. Të punosh, ti më ke punu. Po jo, normalisht mund zgjedh persona profesionistë të pavarur për shembull. Hajde marrim gjënë civile të shkojnë në mënyrë atë. Po përveç punësimeve nepotike, qytetarët e meritojnë një sqarim edhe për mos paraqitjen e punonjësve të bashkisë në vendin e punës. Për shembull Erinta nuk vjen në punë. Për shembull Harun Burrani nuk vjen në punë në rregull, shkova bleva unë fruta tani. Për shembull Renato Kalemi nuk vjen në punë sepse unë e filmova çfarë. Të gjitha punonjës, çfarë ndodh me ta? Po shumë vjen puna për si drejtori, mos unë. Nuk e dini? Po se di unë se unë jam kryetar bashkiu, nuk jam rrojë punëtorësh. Po mirë, ju e dini se çfarë ndodh me bashkinë tuaj. Ha, kryetar tani, më dinjitos lutem, kaq budalleni di gazetarët? Bashkinë tuaj nuk e dini çfarë ndodh? Rregullore. Çfarë rregullore? Po mos thuaj kush ka përgjegjësi për këtë, nëse punonjësit nuk vinë, që janë zgjedhur nga ju. Nuk vinë, janë drejtori, ta jap shkresën me vetë. Ju s'u kanë informuar fare. Jo, po ti më deni unë shkakoj direkt. E tmerrshme që ka kjo, domethënë që ti je kryetar bashkie dhe nuk e di këtë gjë. Kam tani e ke mshet. Po ti qetësohu, ç'ke? Po shqetëson. Po ne u flasim shumë hapur. Ti s'po flet hapur, ti folmon gjatë gjithë kohës. Po hapur pra, kjo është hapur, filmon gjatë gjithë kohës. Hajde uleni, leri kamerën, ti sqaroj dhe dalim prapë me intervistë zyrtare. Po nuk e lë dot kamera, se unë jam gazetari. Ti di që do të bëj punën time. Atë shkon te gjendja civile. Këtë me shkrim e kemi mësuar përmendsh, por pak më parë kryetari na bëri një premtim. Hajde marrim gjënë civile të shkojnë në mënyrë atë. Me kamera do shkojmë, se nuk mund shkojmë. Kjo është për interesin publikut, prandaj kam marrë. Zoti Mamulla tani ti po më bën të mos besoj realisht, sepse po më thua atëherë shpar që hajde unë jam i sigurt për këtë pjesë. Zoti Mamulla mbaje derën sa të duash, po unë dua thjesht të sqarohemi se është dakord. Të lutem, mos e që do shkojmë bashkë te gjendja civile. Për t'i faktuar të gjitha këto. Unë jam e gatshme. A mund të shkojmë bashkë? Sepse duke u mbyllur brenda, na lini të dyshojmë që nuk jeni të drejtë. Dhe në këtë mënyrë po luani edhe me besimin e publikut. Okej, kryetari nuk e hap telefonin, kështu që nuk na mbetet gjë tjetër veç se të largohemi, por do t'i lëmë edhe një dhuratë. Dhurata jon për Bashkinë me Molla. Takzoni. Ndoshta e ndihmon kryetarin për organigramën e stafit. Ka kërkuar që të ngrem një komision të etikës, i cili duhet të trajtojë një fenomen gryes, shkurajues, poshtrus, të vjetër, të egër, që duhet sulmuar agresivisht në çdo territor, nepotizmi, lidhjet e gjakut në pozicione drejtuese. Familjarët farefisi rushit nuk mund të kërkojnë avantazhe nga pushteti ynë. Oh, se dësharruam. Kemi lënë zotin Murani të pres. Zoti Murani, si je? Mund të vish pak lutem? Mirë, ju jeni specialisti i shërbimit social në bashki apo jo? A nuk mendoni se në këtë orë ju duhet të ishit në bashki, sepse ora është 12:12? Për momentin tash kisha se s'kishte njëri këtu. Erdha këtë, atë mund të është një moment, a më kupton? Jo, nuk është një moment. Ti rrin gjithë ditën këtu. Tash ti për të ke ardhur. Patjetër që për këtë kam ardhur. E po mirë. Që nuk je në vendin e punës dhe po thyen ligjin sepse nuk shkon në punë. Në këtë moment tash isha duke pirë kafe me dy miqtë mi sepse unë punën e kam të aty. Punën e bëj edhe me njerëzit në për kafe sepse jo për kafe, por duke specialist i shërbimit social në për kafe. Po jo, po pse për ku e kam punën unë? Ku e keni? Në terren. Po në terren këtu te biznesi juaj edhe nga popular. Tash për momentin ti mos. Nuk është për momentin. Po mos kap kët. Unë edhe shpar erdha këtu dhe ti ishe këtu po shisi gjatë gjithë kohës. Ndonjëherë ndodh edhe që ngjitesh lart te kafja? Duhet marr leje ty sikur pi kafe për çfarë? Jo, ti duhet të jesh transparent me qytetarët. Duhet të respektosh ligjin dhe vendin e punës. Po për momentin tash është orari pushimit tani. Po jo, se nuk është ky justifikimi. Ti rrin gjatë gjithë kohës këtu dhe unë shkova te bashkia dhe më thanë që zotin Murani e gjeni vetëm te tregu duke shitur fruta perime. Qofse do të takosh direkt Harunin, mua ty mbus tregun te rruga e spitalit. Jam shumë dakord me të që po thu, por momentin tash unë kam orarin e pushimit apo pi kafe. Kur fillon orari i pushimit? Fillon 12 deri 1. Do me thënë, por orën 10 kur erdha unë, që bleva ato fruta, pse nuk ishit në punë, po ishit këtu? Ku ishte ti? Ishtar e shkëlqyer. Ajo është edhe mollën është e shkëlqyer. Për rastisht mund të kemi qenë duke kaluar. Edhe një ditë, jo duke kaluar. Mendoj që ti je një zotëri i nderuar dhe nuk mund të justifikosh në këtë mënyrë sepse nuk është e hijshme, më kupton? Edhe për postin tuaj, edhe për moshën tuaj. Por mendoj që ju duhet të shkoni në bashki, duke qenë se paguani me taksit e qytetarëve dhe të bëni punën tuaj. Nuk mund të jeni dikë tjetër. Faleminderit për kompliment. A doni t'ju haruajmë ne? Të shkonin bashki t'ju haruajmë ne? Qin? Mallin. Po ç'do duhet ty ke malli im që da rrugën ti? Po mirë pra që të bësh punën. Do rish këtu gjatë gjithë kohës tani? Po jo më do ikë është tash. Ja le. Ikësh bashki. Po mirë, okay. Po shkojnë bashki po të presa tjetër. O pritë ku duhet. Do mbarosh pushimin mirë? Po mirë. Të uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Ishte kënaqësi zoti Murani. Po s'ka asnjë lloj problemi. Edhe më besoni që i keni shumë të mira ato fruta perimet. Faleminderit. Dhe që i bëni zbetin e duhur. Edhe për komplimentin. Faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit. Faleminderit.